Tashmë është zyrtare. Kombi ynë, ose në fakt njerëzit që jetojnë në Shqipëri kanë hyrë në periudhën e plagës. Mosha mesatare e shqiptarëve sot është 43 vjeç. Një ndryshim kolosal ky me fillim viteve 90, ku akoma nuk ishte arritur tek të 30-tat. Por më shumë jemi një kombë në ikje. Tashmë gati gjysma e shqiptarëve jetojnë jashtë shtetit. Lajmi i keq është se tashmë kjo po ndihet dhe në ekonominë e vendit me kostot shtesë që po i paguajmë asaj. Jo thjesht në temin e mirëqenien sociale, në përkrahjen sociale, por në mungesën e krahut punës dhe të ekspertizës. Një kosto të cilën po e ndjejmë të gjithë, jo vetëm në shtëpiat tona, por edhe në punët tona, në sektorët ku ne punojmë. Por cilat janë shifrat reale? A ka një dramë të vërtet, apo ka dhe një mit dhe një legjend mbi numrin e shqiptarëve që nuk jetojnë në Shqipëri? Për këto do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Store. Me mua sonte në program janë Elsa Duli, deri para pak ditësh drejtoresha e Instatit. Mirëmbrëma Elsa, faleminderit që me mua sonte, kënaqësi. Profesor Ardian Civici, rektor i Universitetit Mesatar të Tiranës. Mirëmbrëma profesor. Gjergj Bojaxhiu, ka shumë kapele patjetër, po ai që i rrin më mirë, do thoya edhe më saktë është aktivist shoqërisë civile, Mirëmbrëma Gjergj, dhe manjaku i shifrave Eduard Zalosha. Mirëmbrëma Zalosha. Zalosha, në fakt jemi nisur për ta bërë këtë program së bashku, duke diskutuar në fakt edhe për shifrat reale, pasi ka gjithmonë një mit dhe një legjend që rrethon shifrat. Sa shqiptarë jetojnë në Shqipëri, sa kanë hikur në filan periudhë apo një periudhë tjetër. Ka një mit për këtë. Ndoshta regjia na ndihmon me disa tabela, cilat Zalosha mund të shpjegoj. Ta nisim nga tabela e parë, nëse regjia e ka gati, ku kanë lindur 4.7 milion shtetat shqiptar. Pra janë 4.7 milion të regjistruar apo Zalosha. Fakt nga shifrat del që në Shqipëri kanë lindur 4.280.000, ndërkohë 420.000 të tjerë kanë lindur jashtë shtetit. Kalojmë lutem regjia tek tabela e tjetër, pasi shifrat janë shumë interesante, ku banojnë 4.280.000 shqiptarët, shtetat shqiptar që kanë lindur në Shqipëri, jashtë Shqipërisë 1.930.000, ndërkohë në Shqipëri jetojnë 2.350.000 veta. Kalojmë tek shifrat tek tabela tjetër, ju lutem. Përqindja e shqiptarëve të lindur në Shqipëri që banojnë jashtë saj. Dhe këtu shikojmë shifrat. Pra, në vitin 1989, deri vitin 2001, shqiptarët që kanë ikur nga Shqipëria apo Zalosha janë 917.000, në vitet 2001-2011 janë 495.000 dhe ndërkohë në vitin 2011-2025 janë 488.000. Dhe këtu pastaj futemi direkt në politikë. Këto janë shifrat që janë shifrat zyrtare. Shifrat zyrtare, pra thjesht kemi krahasuar gjendjen civile me numrat e Instatit që ka bërë regjistrimin në vitin 2000, në 2001, në 2011 dhe në 2023. Për këtë shifrën e fundit, prap nuk jemi bazuar nga censi, se kanë kaluar 2 vjet nga regjistrimi, por unë jam bazuar tek vlerësimi i përafërt statistikor i Instatit, pra duke llogaritur në bazë të asaj që është regjistruar popullsia, sa kanë lindur, sa kanë vdekur, sa janë larguar nga Shqipëria, sa janë kthyer nga emigracioni, dhe Instati nxjerr me parafërsi që kemi 2.35 milion banor sot aktualisht në Shqipëri. Jo, ajo është shifra që më intereson si gazetar i pirë tek debati politik, është fakti ku shikon shifrat krahasimore të shqiptarëve që janë larguar nga Shqipëria, apo që këto janë shifrat sakta, zonja Duli, apo jo, në bazë të dhënave të Instatit? Nëse do të bëjmë një diferencë të asaj çfarë është shqiptar të regjistruar në regjistrin e gjendjes civile me atë të vlerësuar nga shifrat e Instatit, jemi në ato pak a shumë që zoti Zalosha ka nxjerrë në grafikun e tij. Por më fal, se e theksova që janë, unë kam marrë parasysh vetëm ata që kanë lindur në Shqipëri, jo ata që kanë marrë shtetësinë duke lindur jashtë Shqipërisë. Në faktu kemi disa koncepte të ndryshme, sepse për shembull
Në radhë të parë duhet të theksojmë që shqiptarët kanë emigruar gjatë gjithë kohës, duke filluar që nga shekujt 15-16, kështu që pas viteve 90 duhet të flasim për një diasporë të re shqiptare. Pra kemi një diasporë të hershme shqiptare dhe kemi dhe një diasporë të re shqiptare. Në regjistrin e gjendjes civile janë të gjithë shqiptarët të regjistruar, të cilët kanë hikur pas viteve 90 apo para viteve 90, por që nuk janë të regjistruar nga regjistri i gjendjes civile. Ndërkohë, kemi shqiptarët të cilët kanë lindur, pra pas periudhës së viteve 90, në periudhën kur ne po flasim tani, kemi të lindurit jashtë, nga ky brez që ka ikur në të konsideruar diasporare, të cilët nuk mund t'i quajmë migrantë, se shtetës të lindur në vendet ku ata regjistrojnë. Ndërkohë që ka shtetas shqiptar të cilët kanë marrë shtetësinë e vendit ku ato janë vendosur, por ndërkohë që ka shumë shtetas shqiptar që mbajnë shtetësinë shqiptare. Që e lejon dhe ligji vendit. Që janë lejon dhe ligji. Ka vende të cilët lejojnë dy shtetësinë, ka vende të cilët nuk e lejojnë dy shtetësinë. Ke dy këtu që ke shtetas shqiptar dhe amerikan. E dje që jo. Thjesht kërkojnë të dorëzosh pasaportën e shtetit që je, por ti pastaj mund të marrësh një pasaportë të re, po nga shteti. Po e le, se unë kisha idenë që nuk e lejon të Amerika. E lejon, a? Okej. Pra duhet të jemi të qartë edhe tek shifrat që japim, duke u nisur edhe nga koncepte. Ndërkohë që ka shqiptarë të cilët kanë bërë që regjistrimin nga gjendja civile në momenti që ata kanë marrë shtetësi në vendin ku janë vendosur, dhe ndërkohë që pra, ose janë fëmijë të lindur jashtë të cilët nuk janë regjistruar në regjistrin e gjendjes civile, po ka shumë shqiptarë të cilët kanë lindur fëmijët jashtë dhe i kanë të regjistruar në regjistrin e gjendjes civile. Pra kemi disa situata të ndryshme që kjo bën që faktikisht të mos kemi një vlerësim të saktë të numrit të shqiptarëve se sa jeton, po me parafërsi nga vlerësime dhe nga analizat e bëra, arim në këto shifra që ne diskutojmë. Kjo shifra që jashtë Shqipërisë jetojnë mbi 1.900.000 shqiptarë. Po më që ato e tabela tjetër më tregon më tepër ajo që pikërisht kjo, tabela që tregon themi numrin e shqiptarëve që kanë emigruar në periudha të caktuara. Gjergj, këtu ka një debat që vazhdon spaku, më rezulton mua nga viti 2016, për themi eksodin, pra ikjen e shqiptarëve. Sigurisht është një debat edhe politik, duhet ta themi. Këto shifra që ne shikojmë, që tregojnë që në fakt ka një trend nga viti 2001 deri në vitin 2025, ka një trend pak a shumë të stabilizuar të eksodit shqiptarëve, erozon debatin politik që shqiptarët ikin më shumë pas vitit 2013? Unë mendoj që e forcon, kur i shoh ato shifra, nëse do i lexoja nga këndvështrimi politik, mua ato shifra më tregojnë që pse Shqipëria nuk zgjen zgjidhje politike. Sepse valvula e shkarkimit vazhdon të jetë aq e madhe, sa nuk ka presion mjaftueshëm që në Shqipëri brenda të bëhen ndryshime reale politike, jo thjesht votime dhe ndryshime partish. Që do të thotë që ata njerëz që kanë më shumë dëshirë, më shumë interes, një mentalitet më të theksuar për të bërë diçka ndryshe në jetë, e kanë më kollaj ta gjejnë gati realitetin atje dhe thjesht bëjnë atë përshtatjen e fillestare, sesa të rinë këtu të punojnë, të luftojnë që Shqipëria të ketë ndryshime. Domethënë, një shoqëri normale gjen zgjidhje politike të problemeve dhe konflikteve që ka. Neve kemi gjetur një zgjidhje demografike. Dhe në fakt, po të shikosh nga shifrat, tregon që deri në vitin 2001 ka patur një eksod më të madh. Që është kuptohet edhe për shkak të situatave të krijuara të vitet 91, 92, 97, patjetër 98, kanë qenë vite të vështira. Shikosh normale, ajo 10 vjeçari parë është normale. Shqipëria ishte një vend që nga 44-45 praktikisht u mbyll. Pati një zhvillim shumë të lartë demografik për shkak të rritjes, në total të mirëqenies njerëzve, të kujdesit shëndetësor, të vaksinimit të popullatës. Të gjitha këto bëjnë që Shqipëria të mësonte një shpërthim të madh demografik. Përveç kësaj, shpërthimi kishte edhe i kufizuar gjeografikisht, sepse në zonat së thuash rurale njerëzit nuk është i lejoheshin të lirshëm të lëviznin, kështu që me rënien e modelit sistemit pati një zhvendosje demografike të jashtëzakonshme. Në fakt, unë mendoj që nuk besoj që ka në Europë vend
që të ketë pasur këtë lëvizje demografike që kemi pasur ne këto paktën të 100 vjeçar, sepse lëvizja nuk është vetëm jashtë Shqipërisë, është edhe brenda Shqipërisë. Në qoftë se marrim edhe shqiptarët brenda Shqipërisë që kanë lëvizur nga fshati nëpër qytete apo në zonat perëndimore, i bie që mbi 75% e popullatës shqiptare në fakt ka lëvizur, që në një vend tjetër do të ishte një tmerr, si thua, logjistik, politik, shoqëror, social. Po ta marrësh në këtë këndvështrim, neve e kemi menaxhuar shumë mirë si shoqëri, flasë, jo si shtet, po si shoqëri, sepse lëvizje të tilla krijojnë konflikte të reja, ndryshojnë mentalitetet, ka shumë dinamika. Në fakt nuk ka, edhe në këtë tavolinë besoj jemi spaku 3. Unë ti dhe Zaloshnja që kemi provuar imigracionin një mënyrë apo një tjetër, nuk e di për ty Eva, jo, po në të faktën, edhe tavolina jone tregon të faktin që ne e kemi provuar. Kur shuaj imigracion, pus edhe që ti punon jashtë apo shkollohesh jashtë, në farë mënyrë të është përvojë jetër është. Po, gjithsesi do thosha që është më normale që ai 10 vjeçari parë ka të zhvendosja aq të madhe, sepse ishte një presë nga 2001 këtë është anormale thonë. Normalisht shoqëria dhe politika, shteti, jo shteti, po politika, shoqëria duhet kishte gjetur zgjidhje të cilat ne mund të kishim imigracion, se s'është fenomeni i lëvizjes, sidomos në këto 30 vitet e fundit, është masiv në Europë, e biles në Europë ka edhe thithje tjetër, nga periferitë e Europës në qendër të Europës, dhe nga Italia e jugut ikin, edhe nga Portogalia dhe nga Greqia ikin Gjermani, në Francë, në Angli, sepse ata që duan diçka më shumë, janë më të specializuar, kërkojnë, kështu që nuk është problemin vetvete nuk është lëvizja. Po se ka dhe një kategori shumë madhe për shumë shqiptarës të Greqisë apo dhe Italisë që kanë lëvizur drejt veriut të Europës. Po. Kështu që kjo, dy dekadat e fundit se tu është, tregojnë që këtë dekada e parë është e kuptueshme për mua, besoj që justifikohet në çdo këndvështrim. Po civic? Dy të fundit janë për mua problematik. Nisur nga këto shifra, unë kërkova edhe për të parë si është në situata në Ballkanin Perëndimor, po dhe në 3 vende tipike europiane për sa i përket emigracionit, Italia, Greqia dhe Portugalia, që janë 3 vende me lëvizjen më të madhe. Përgjithsisht, ajo që e dallon Shqipërinë nga këto vende është që ne kemi filluar dhe kemi hyrë në atë që quhet emigracioni strukturor. Pra një rrym emigrimi që nuk ndalon dhe është shumë e larmishme, nuk bëhet për një ose për 2 arsye. Po të shikosh edhe Bullgarinë, Bullgaria ka humbur në këto 30 vitet e fundit gati 2 milion banor. Nga 9 milion është bërë 7 bile dhe 6.8. Por, mbasi kaloi ajo faza e parë, Kroacinë thonë gjithashtu. Kroacia e ka përqindjen e emigracionit e ka pasur më të lartë se Shqipëria në raport me popullsinë. Po edhe Greqia dhe Italia, ko përpara që ishin vende tipike emigratore, kanë pasur një valë 10 ose 20 ose 30 vjeçare dhe pastaj ajo është minimizuar në ato lëvizjet e zakonshme të popullsisë që ndodhin në gjithë vendet e botës. Ajo që është shumë shqetësuese për Shqipërinë është fakti që e tregojnë edhe shifrat që tani kemi hyrë në një trajektore që edhe rritet nga pak, po është bërë strukturore. Pra, nëse ishte një analizë shumë interesante, nëse në disa vende të Ballkanit Perëndimor thuhet që po presim dhe një çik se ndoshta çështja rregullohet, po përpiqemi që të shkojmë diku që të sistemohemi më mirë, psikologjia sunduese në Shqipëri është ik tani sa s'është vonë, se asgjë do rregullohet dhe ky vend nuk bëhet. Dhe ky është një ndryshim shumë i madh i mentalitetit sa ne kanë filluar dhe na karakterizojnë si një vend me kulturë dhe me psikologji emigracioni. Pra, është bërë mentalitet dhe psikologji e përgjithshme çështja e emigracionit. Kërkohen zgjidhje jo thjesht më nga varfëria, jo thjesht më nga ai 10 vjeçari i parë atyre traumave të mëdha që ne ndodhëm me ato valet e 91-shit, 92-shit, 97-s, 99-s, por nga 2001-shit deri në 2025 tani ka një ikje konstante të heshtur, jo me atë zhurmën e përparshme, po u bë disa vite që edhe Banka Botërore, edhe sondazhet e brendshme, edhe Instat dhe të gjithë, evidentojnë faktin që 60-65.000 dhe 70.000 shqiptarë në vit vazhdojnë të largohen. Dhe në fakt, po ta mendosh një periudhë 10 vjeçare që kalojnë shpejt, i thonë që rrezikojmë që të humbim 700.000 shqiptarë.